Jetojmë në një epokë ku komunikimi nuk njeh kufi. Teknologjia ka lehtësuar mënyrën se si lidhemi me njëri tjetrin, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht më shumë afërsi mes njerëzve. Gjithnjë më shpesh ne ndjehemi më vetëm se kurrë. Mesazhet, rrjetet sociale dhe videot na mbajnë vazhdimisht të informuar për gjithçka që ndodh në kohë reale, por apo zëvendësojnë ato marrëdhëniet e vërteta njerëzore? Psikologja Fatime Zyberi thekson se në një kohë kur jemi kaq shumë të lidhur, në fakt ne jemi në kohën e epidemisë së vetmisë. Sot të gjithë jemi të rrezikuar, e më të rrezikuarit duket se janë të rinjët, për shkak që kanë mundësi më të lartë për të qenë viktimë. Është vërtet fakti se sa më shumë të jemi online apo në digitalizim të hapur, fizikisht izolimi social e bën të veten. Për shkak se fatkeqësisht nga realiteti, të themi real, njerëzit futen në realitet virtual që njëkohësisht të bën mirë, për shkak se të jep mundësi njohje, mundësi shkëmbimi idesh dhe mendimesh me gjithë botën, po në fakt nuk ke prezencë fizike njerëzore. Ne në psikologji themi kontakti, ai kontakti këtu mungon, për shkak se ti nuk e din në çfarë gjendje është personi që ti po i flet apo po i shkruan apo po ja dëgjon zërin. Ka raste që nuk i dëgjoj të zëri, vetëm me tekst apo kështu që nuk e ke atë ndjesinë si kur je në kontakt fizik, dhe kjo besoj se ka çuar në ndjesinë e vetmisë, për shkak se ndonjëherë e ke parasysh ka momente kur njeriu mjafton që të ketë dikën afër dhe vetëm të kthej kokën dhe ta shoh. Po në këtë moment të vetme gjëja që shesh janë aparaturat digjitale. Dhe normal se kjo ndjesi nuk është e këndshme dhe çon atë izolim dhe në ndjesinë e vetmisë. Edhe the shumë bukur edhe vetë, sado që të jemi të futur në botën virtuale, të kemi miqësi apo të kalojmë tonë kohën, po është një realitet virtual, nuk është një realitet i vërtet. Si ta kuptojmë kur një person që kalon shumë kohë në rrjetet sociale po hin në izolim emocional? Po besoj se sinjalet e para që bëhen është një tërheqje e personit. Domethënë se një person ka qenë shumë, të themi, shoqërues, në atë kuptimin gjithmonë pozitiv, talkativ apo të themi, domethënë flet shumë i hapur. Në momente që e ngërthen, të themi, teknologjia, personi bëhet izoluar, domethënë bëhet sikur nuk flet, për shkak se e shet të nevojshme se nuk është e nevojshme të flet. Domethënë gjithë atë që e ka pasur, të themi oratorin, buzëqeshjen, atë të themi komunikimin jo verbal, po edhe gestikulacionin e trupit, ai sikur bëhet pasiv, për shkak se nuk ka nevojë të përdor. Dhe shenja e parë që ne vërejmë këtu është se personat edhe në kontakte fizike, aq sa kanë, ata refuzojnë, e kupton, ose do përdorin fjali të shkurta, shkurtesa, ose do mundohen të ikin, domethënë kontakteve fizike, vetëm kështu nga larg, për shkak se shprehja që kanë marrë është jashta, domethënë është një botë krejtësisht tjetër ku jo domosdoshmërisht duhet të kesh kontakt fizik me një person apo të shohësh personin pa për të kontaktuar. Këto janë ato sjellje që ata janë veshin vetë. Nga persona shumë shoqërues në persona të izoluar që ngadalë ju pengon, ndoshta edhe fillon t'ju pengoj pastaj edhe prezenca të tjerëve. Po cilat persona ndoshta janë më të rrezikuar? Po të them të drejtën, sot të gjithë jemi të rrezikuar, e shtyj edhe veten time këtu, për shkak se kam vërejtur edhe vetja se kur të themi një ditë ose merre disa orë me radhë, nuk ke kontakt me njerëzit dhe vetëm je pranë kompjuterit, pastaj themi edhe nuk ke edhe si të them, nuk ke dhe guxim edhe vullnet që të kontaktosh njerëzit. Nuk ke një lodhje, ndjesie, ashtu diçka ose o të pushoj pak, kështu që unë nuk do kisha largu apo eliminu asnjë kategori, po do të kisha veçuar ndoshta të rritë, për shkak se janë mosha më specifike, adoleshentët, fëmijë që ndoshta ne mund të menaxhojmë me kohën, mund të kemi një menaxhim të suksesshëm të kohësh, të paktën të dimë se për çfarë i përdorim. Por të rritë, besoj adoleshentët dhe fëmijët janë më të rrezikuar. Të themi, kanë mundësi më të larta për të qenë viktime e këtij fenomeni. Gjetja e ekuilibrit mes komunikimit online dhe marrëdhënieve reale vazhdon të mbetet sfidë për shumë njerëz. Ekspertët theksojnë se kontakti drejt për drejt, mbështetja emocionale dhe lidhjet e sinqerta njerëzore mbeten faktor kryesor për mirëqenien psikologjike. Shpesh kemi qindra kontakte në telefon, por shumë pak njerëz të cilëve mund t'ju telefonojmë kur kemi një problem. Fakt janë pak persona. Pse ndodh kjo? Po kjo ndodh thjesht sepse njerëzit janë të ngarkuar dhe të mbi ngarkuar me streset e përditshme, nga jeta e përditshme dhe sikur nuk e kanë atë sensin, kjo është ajo që e merr teknologjia. Empatia, domethënë, këtu mungon. Shpeshherë biles ka edhe një si
themi një si shaka, kur thonë të njëjtën foto poston në Facebook dhe merr me qindra like. Të njëjtën foto ua tregon njerëzve në rrugë dhe askush nuk e kthen kokën tash. Domethënë është një shembull, është një eksperiment social shumë domethënës. Po të njerëzit nuk kanë kohë të merren me çështjet e të tjerëve për shkak se janë të stresuar, të ngarkuar, pak kanë edhe qasje themi egocentrike ku çdo kush e shikon punën e vet. Po është e vërtet ajo se në momente të vështira të themi kur njeriu ka nevojë për atë grumbull shoqërisë që e ka në internet dhe në rrjetet sociale nuk mund ta gjej fizikisht. Mund të jetë edhe distanca, mund të jetë edhe koha, por unë e llogaris është qasja individualistike që njerëzit kanë. Domethënë thotë secili e ka më tepër atë ndjesinë individualistike, pastaj shikohet kolektivizmi. Domethënë ashtu është bërë, domethënë shoqëria ka marrë karakter individualistik ku mbijetesa e bën të veten. Çdo kush ka çështjet e veta, problemet e veta dhe ndoshta edhe ndonjëherë edhe duhet i kuptojmë njerëzit se nuk kanë edhe kohë të lirë, por nuk kanë edhe përgatitje, të themi, gatishmëri psikologjike për të dhënë ndihmë apo për t'u dalë ndihmë personave të tjerë. Si mund ta përdorim teknologjinë pa lejuar që ajo të zëvendësohet në fakt me marrëdhëniet reale që i kemi me njerëzit përreth? Po jo thashë teknologjia e ka të mirë, sepse na mundson të lidhemi me persona në të ndryshëm, në vende të ndryshme dhe në kohë të ndryshme, por rreziku i kësaj është kur ajo vetëm mbi përdoret. Domethënë gjitha ka të bëjë me menaxhimin e kohës. Duhet të kemi të paktën një kontroll dhe të dimë qëllimin sepse kur e përmenda edhe më herët kur tash se kategoria ndoshta e adoleshentëve dhe fëmijëve është më prekur sepse këtu është problemi. Domethënë humbet sensi i kohës, humbet sensi i orientimit dhe gjithçka pastaj krijohet, si themi, një realitet në realitet tjetër, e kupton? Kështu që mënyra më e mirë për të është për të menaxhuar kohën dhe për të ditur qëllimin, sepse ti po i përdor rrjetet sociale, i përdor për shoqërim, i përdor për, të themi, të thirrë monotoninë, apo i përdor mbase të duhet shoqëri virtuale, mbase të mungon shoqëria tjetër. Ose i përdor nga se je lodhur nga kontaktet fizike dhe tani preferon një mënyrë tjetër për të shoqëruar. Kështu që kur dihet qëllimi, duhet të bëhet një menaxhim më i mirë i kohës, duhet të ketë kontroll, vetë kontroll, për njerëzit më të rritur vetë kontrolli, për më të rit, domethënë pa adoleshentë dhe fëmijë duhet të ketë një kontroll prindi, antar të tjerë të familjes, kushdo që të jetë aty, pra që mos t'i le të binë pre e këtij fenomeni. Cili është ndikimi i vetmisë afatgjate në shëndetin mendor dhe fizik? Kjo është shqetësuese, për shkak se është normale që çdo njeri të ketë nevojë pak për një vetmi, për shkak se vetmia në momente të caktuara ndihmon shumë në reflektim, ndihmon shumë në qartësimin e disa ideve dhe mendimeve që njerëzit mund t'i kenë, por nëse kjo situatë zgjat më tepër se 2 javë, 3 javë, atëherë është shqetësuese, për shkak se kjo çon në çrregullime më të rënda psikologjike, merre këtu ankthin, merre këtu atak panikun, por edhe në raste ekstreme dhe në ide iracionale, domethënë ide suicidale, depresione dhe të tjera. Dhe kjo është ajo, të themi, që neve na shqetëson kur e shohim se vetë se personi po kalon një periudhë goxha të gjatë dhe nuk e ka edhe idenë apo sensin se vërtet është duke kaluar. Domethënë, kjo është ajo, të themi, shkëputja e realitetit, pastaj kjo lën pasojë edhe në shëndetin mental normal, po edhe në aspektin kognitiv, për shkak se nga qëndrimi i tepërt i para telefonave apo internet apo kompjuterit dëmton edhe qelizat nervore, kështu që nuk kemi vetëm problem të shëndetit mental, kemi problem edhe të shëndetit fizik në përgjithësi. Prandaj kemi vërejtur se kur njerëzit përdorin shumë gjatë teknologjinë, ata bëhen nervoz. Reagimet e tyre janë shumë të vrrullshme, për shkak se nuk kanë më kontroll, nuk kanë, të themi, atë niveli kognitiv i tyre është i prekur. Gjithmonë janë aty para, janë sikur në gatishmëri, por në fakt janë pasiv. Edhe në aspektin fizik kemi probleme, pozita e trupit, pozita e qafës, kokëdhimbje, dhimbje e syve, plogështia, njerëzit shpeshherë ankohen se ndjejnë plogështi, po është kjo si pasojë e pasivitetit dhe mos ecjes apo mos marrjes me ndonjë aktivitet fizik, po ajo që është më shqetësuese për ne si psikolog apo profesionist të shëndetit mental është problemet kognitive dhe problemet psikologjike. Se në raste ka raste kur njeriu ndjehet, domethënë, shumë pasiv saqë nuk mund të jetë edhe racional në të menduarit e vet. Edhe zakonisht kur përdorimi i teknologjisë kalon një kohë më të gjatë, ata e kanë ndjesinë e vetmisë, domethënë një kohë më të gjatë, pastaj duam apo s'duam, ne fatkeqësisht ata krijojnë edhe
edhe mendime iracionale, pastaj kalojnë edhe në raste më ekstreme dhe në depresion apo edhe në raste të tjera që ne nuk do të kemi dashur të vi deri atje. Kur është momenti që një person me të tilla probleme që i cekët duhet të kërkojë ndihmën e një psikologu? Njeriu nuk është i vetëdijshëm se po kalon në një realitet virtual të themi. Dhe i vjen mirë ajo qetësi, i vjen mirë ajo rehati, i vjen mirë ajo që askush mos të përzihet të themi në punë, po në momentin që kjo fillon t'i bëhet pastaj shprehi dhe stil jete, kjo është ajo momenti kur personat zakonisht kërkojnë ndihmë dhe thonë nuk kam qenë kështu, ose kur fillojnë momentin kur fillojnë t'i lënë gjërat e tyre personale pas dore, për shkak se ti nëse tan kohën merresh me teknologji dhe i lësh punët të tjera, domethënë diçka atëherë dhe vetë njeriu fillon ta sheh se diçka nuk është në rregull, humbën orientimin në kohë, humbën orientimin në hapësirë, lehen gjërat, domethënë nuk performojnë në shkollë ose në punë, humbet interesimi për dalje, për shoqëri, kështu në mënyrë fizike, dhe ka shumë raste kur personat me vetdije të plotë kërkojnë ndihmë, por ka edhe raste kur është pala e tretë që kërkon ndihmë apo kërkon me ndihmë profesional kur e sheh ndryshimin e sjelljeve që ka pasur personi i afërt i tyre, person që ata e ka njohur si person, të themi, shoqërues, i dalur, i hapur, lëvizës themi energjetik, dhe për një moment ai fillon të izolohet apo nuk ka koncentrim në biseda, është i humbur, nuk parapëlqen të flet, nuk parapëlqen të del, janë zakonisht edhe personi të re që kërkon ndihmë për të afërmin apo për shoqërinë që ka apo persona që e njeh që janë në këtë gjendje. Po si e dallojnë vetmin nga dëshira për të qenë vetëm? Pyetje interesante. Shiko, dëshira për të qenë vetëm është momentale, është afat shkurte. Çdo kush më të thotë më lër rehat për një 5 minuta, më lër rehat për një gjysore apo për një orë, po kjo është e shkurtë, do të thonë është afat shkurte. Vetmia është më gjatë. Vetmia të mban më gjatë, pavarësisht asaj se personi tenton të del, personi tenton ta motivoj veten apo të themi të jetë autosugjestiv, t'i jep diçka punë që vetes që mos ta ndjej ndjesi, por këto sekuenca të vogla të dëshiroj të jem vetëm sjellin deri tek ndjesia e vetmisë që është afatgjate. Po kush e përjeton më shumë vetmin, të moshuarit apo të rinjët? Unë do kisha thënë të gjithë e bëjmë, po fakti se të moshuarit janë edhe fizikisht të pamundur për të bërë lëvizjet, e kemi vërejtur se ata e përjetojnë më keq, të themi më rënd. Të rinjtë ndoshta e kanë më të lehtë për shkak të zhvillimit dhe fazës së tyre të zhvillimit, ata kanë mundësi të bëjnë zgjedhjen, por zgjedhja e tyre mund të jetë pasiviteti, por të moshuarit nuk kanë zgjedhje, ata janë të detyruar. Dhe po, prandaj e them se pleqet fatkeqësisht të moshuarit e kanë më të theksuar ndjesinë e vetmisë. Zakonisht kur e shohin se të gjithë po shkojnë nëpër punët e veta, ne të gjithë kemi anëtar të familjes që i kemi dëgjuar të thonë se nuk më shihni se jam këtu, apo të kërkojnë diçka, ta kërkojnë vëmendjen tonë, dhe atje kuptojmë se po, vërtet ata kanë nevojë për shoqërinë, mbase janë shumë e ndjejnë atë ndjesi të vetmuar që ndonjëherë edhe nuk kanë edhe metoda ndoshta adekuate për ta shprehur. Dhe kalojnë me ndonjë sjellje dhe fëmijërore të themi, e kupton. Gjitha këto i bëjmë për shkak se janë të vetmuar dhe kanë dëshira, apo kanë nevojë për vëmendjen e të tjerëve. Po çfarë mund të bëjmë secili prej nesh që të mos lejoj vetmin të bëhen pjesë e jetës tonë të përditshme? Të jemi realt sot, të thëmë, ka ndryshuar shumë stili jetës, dhe vetmia sikur është një pjesë e atij ndryshimit të stilit. Po jonë është që të mos harrojmë në kontaktet fizike dhe të mos harrojmë në esencën, se ne nuk jemi qenje humane vetëm, po jemi edhe qenje sociale. Do thotë, nuk mund njeriu të mbijetoj pa këtë pjesën tjetër. Okej, të qenurit human është esenciale, por jemi qenje sociale që duam, s'duam, do të thënë ne jemi rritur dhe jemi zhvilluar në shoqërinë të tjerëve. Unë nuk mbaj mend deri sot, shkenca nuk mbaj mend, as ne nuk mbaj mend dikush të jetë lindur vetë, të jetë rritur vetë, të jetë zhvilluar vetë, për shkak se si një person, si një qenje askush nuk mund t'ja del. Kështu që është një instinkt jon i brendshëm, se sado që të na vi të themi deri në maj të hundës të gjitha gjërat, megjithatë ky instinkti apo pjesa e qenies sociale e bën njeriu që të kërkojë kontakte sociale. Sado që stili jetës ka ndryshuar në atë kuptimin që njerëzit janë bërë më individualistik, janë bërë më të mbyllur, janë bërë ndoshta edhe pak më të ftohtë emocionalisht për shkak të dinamizmit apo gjitha ndryshimeve, megjithatë ka momente kur njeriu vërtet kthehet të themi në atë origjinën dhe kërkon dhe vëren se nuk mund të mbijetojë dhe nuk mund të
themi t'i plotësoj të gjitha nevojat e tyre pa pasur kontakt me të tjerët apo duke izoluar. Shkak se izolimi do mbaj, fillimi është i mirë, është i qetë, i jep atë qetësim, por kur vazhdon pastaj të vazhdojë, shohin edhe vetë personat e vërenjë se diçka nuk është si duhet dhe diçka me patjetër duhet të ndryshohet. Në një kohë kur gjithçka është vetëm një klikim larg, ne duhet të kërkojmë mikun pranë nesh. Në fund të fundit, nuk është numri i ndjekësve apo i pëlqimeve ai që përcakton sa të lidhur jemi me të tjerët. Teknologjia vazhdon të ndryshojë mënyrën se si komunikojmë, por nuk do të arrijë asnjëherë të zëvendësojë atë që krijojnë afërsia dhe përqafimi drejt për drejt njerëzor.